Shiroka u shndërrua në një skenë të madhe arti edhe emocionesh ku koncerti Rame Lahaj and Friends solli një mbrëmje të paharrueshme për qindra artdashës të mbledhur buzë liçenit. Tingujt e muzikës, interpretimet e shkëlqyera të artistëve dhe duartrokitjet e vazhdueshme krijuan një atmosferë magjike, duke e kthyer Shirokën në një qendër të vërtetë të artit dhe kulturës. Për tenorin e njohur Rame Lahaj, Shkodra mbetet një qytet i veçantë, ndërsa energjia dhe mikpritja e publikut shkodran janë gjithmonë të jashtëzakonshme. Është e pamundur me i spjegu disa energji ose me tregu ndjenjën e tyne. Shkodra për mua është këtë njëtë si Prishtina. Këto e thëmë me sinceritetin më të madhën, po besoj kjo vret edhe në skenë. Më thënë për mua është këtë njëjta gjë, si marrë në Prishtinë, si marrë në Shkodër. Nëse më pyet si ndodh kjo, nuk e di. Nuk di me ta thënë, është energji, është muhabet, është gjuhë. Po besoj është dialekti, është forma se si jetojmë, është mendimi, nuk e di. Sipas maestros Zef Çoba, aktivitetet të tilla jo vetëm pasurojnë jetën artistike të qytetit, por e rikthejnë Shkodër në vendin që meriton si një prej qendrave më të rëndësishme të muzikës dhe eventeve të mëdha kulturore në vend. Ky repertor sigurisht është i zgjedhur, ka sikur edhe unë është i ndërtuar në pjesa e parë e programit me arje, me vepra të zgjedhura nga kompozitorë të madh të shquar të botës, edhe pjesa e dytë me një repertor të zgjedhur nga trashëgimi e këngës tonë, muzikës tonë qytetare. Të pranishmit shijuan një mbrëmje të mbushur me emocion, muzikë cilësore dhe interpretime që u pritën me ovacione të gjata, duke mbyllur koncertin në një atmosferë festive dhe plot entuziazëm.